Policia e Krujës njoftoi sekuestrimin e një arsenali të madh armësh në kuadër të operacionit Tracking, i cili u gjeti zhvilluar në një kasolle pranë banesës së 49 vjeçarit Ylli Zalla, person shpallur në kërkim që prej nëntorit të vitit kaluar dhe me precedent më parshëm penal. Në pronësi të Zallës janë zbuluar 24 kallëp tritoli, 11 granata dore sulmuese, 19 mbështjellëse C4, 11 kallëp dinamiti, sasi lëndësh plasëse të montuara me detonator dhe fitila zjarrpërcjellës, 27 djegore, 5 granatash, 74 kapsolla detonatore, 3 armë zjarri, krëra dhe pjesë armësh, 2 silenciator, 9000 fishek të ndryshëm, 6 kg hashash dhe uniforma policie. Autoritetet thonë se Zalla dyshohet se mund të ketë ndihmuar autor në ekzekutimin e 2 fish në Rinaz me 11 nëntor të vitit kaluar, ku mbeten të vrarë Gilmanto Dani dhe Muçi Shaliani. Ai ka një histori të gjatë penale, duke përfshirë arrestimin në vitin 2014 për prodhim bombash artizanale dhe përfshirjen në rrjetin e rekrutimit të Shqipërisë për ISIS. Policia vazhdon kërkimet e 49 vjeçarit dhe apelon për bashkëpunim me qytetar për kapjen e tij dhe parandalimin e rrezikut që paraqet ky arsenal armësh.